Pasditja e hershme ishte përvëlluese, me diellin që deportonte përmes dritareve të gjëra të Rose's Dinner, duke lëshuar një dritë të artë të mprejtë mbi hapësirën e zhurmshme. Ishte ai lloji nxehtësie që i bënte njerëzit më të paduruar dhe më të ashpër në reagime. Dhe sot, lokali ishte plot. Ndaj kur Xheku, menaxheri, bërtiti papritur, dil jashtë, zëriti i preu të gjithë zhurmat si një thik, duke bërë që të gjithë të kthenin kokën me habi në drejtimin e tij. Daniela, kamarieri e re me ngjyrë e cila ishte objektivi i kësaj britme, u ngrit në vend nga habia. Nuk mund ta besonte se çfarë po ndodhte. Ajo e kuptoi menjëherë burrimin e zemërimit të Xhekut. Nuk ishte ndonjë klient i pabindur. Ishte ajo vetë. Sytë e të gjithëve ishin ngulur mbi të. Daniela ndjeu peshën e shikimeve të tyre mbi shpinë. Xheku afrua me hapa të rëndë. Fytyra e tij ishte skuqur nga zemrimi dhe gishti i tij tregues ishte drejtuar nga dera. Je e pushuar nga puna, bërtiti ai me një zë që e hoi në të gjithë lokalin. Të kam thënë që nuk kemi kohë për këto gjëra. Zemra e Danieles nisi të rrihte me shpejtësi, ndërsa përpiqej të kuptonte çfarë po ndodhte. Gjithçka dukej si një ëndër e çuditshme, si një makth. A ishte vërtet akti i saj i vogël i mirësisë që kishte shkaktuar këtë shpërthim zemrimi? Xhek, unë vetëm, filloi ajo të thoshte, por zëri i saj ishte i dridhur dhe fjalët nuk i dolën aq të forta sa të shironte. Nuk më intereson, ja ktheu Xheku me inat, duke ndërprer. Ne drejtojmë një biznes këtu. Nuk mund të japësh ushqim falës si të doj qefi. Merr gjërat e tua dhe largohu menjëherë. Në lokal ra një heshtje e plot. Nxehtësia nga jashtë dukej sikur po hynte brenda, duke bërë ajrin të rënd e të mbytshëm. Daniela hodhi një vështrim përreth dhe syt ju ndalën tek djali me aftësi të kufizuara, ai që ishte shkaku i gjithë kësaje. Ai e shikonte me sy të mëdhej dhe plot konfuzion. Ajo gëlltiti me vështirësi, duart i dridheshin ndërsa zgjidhej përparsën nga beli. Ndërsa dilte nga lokali, mendja e vinte vërtall, duke ripërsëritur çdo detaj të asaj që sapo kishte ndodhur. Gjithçka dukej e pabesueshme. Vetëm disa minuta më parë, gjithçka kishte qenë e zakonshme. Ajo po bënte punën e saj, duke vrapuar mes tavolinave, duke mbushur filxhanat me kafe dhe duke marrë porosit si çdo ditë tjetër. Por pastaj e kishte vënë re djalin. Nuk mund të ishte më shumë se 8 vjeç, me një karike me rrota të shtyr pranë tavolinës dhe një shikim të shqetësuar në fytyrë. Duart e tij të vogla dridheshin paksa ndërsa mundohej të kapte një pecet. Syt i shkonin sa ande i këndej, duke kërkuar dikë, çdo kënd që mund të ndihmonte. Ai nuk kishte porositur asgjë. Disa klientë kishin parë me bisht të syrit, por askush nuk ishte ndalur për ta pyetur nëse kishte nevojë për ndihmë. Askush nuk i kishte kushtuar vëmendje. Një ndjesi e çuditshme i kishte shtrënguar barkun Danieles. Nuk mund të kalonte thjesht pranë, duke i injoruar. Midis porosive dhe shërbimeve të klientëve, ajo më në fund u afrua tek djali, duke u ulur pak që ti shikonte syt në të njëjtin nivel. Hej shpirt, i tha me ëmbëlsi, duke buzëqeshur lehtë, po pret dikë? Djali ngriti kokën, i befasuar nga vëmendja e papritur, por më në fund buzëqeshi ngadalë. Tha me një zë të butë, po pres mamin. Diçka i ngacmoi zemrën Danieles. Si quhesh? E pyeti ajo me ëmbëlsi, duke shpresuar të bënte të ndihej më rehat. Ethan, u përgjigj ai me zë të ulët, duke hedhur një tjetër vështrim drejt derës, sikur të shpresonte të shikte maman e tij duke hyrë. Sytë e tij ishin të shqetësuar si të një fëmie që nuk e dinte se do të duhej të priste. E po Ethan, tha ajo me një ton të butë. Si do të ishte sikur të sillet diçka për të pirë ndërsa pret? Ndoshta pak patate të skuqura? Fytyra e Ethanit u ndriçua. Patate të skuqura tingëllojnë mirë, tha ai pak më i sigurt tani. Ndërsa Daniela u ngrit për të marrë porosinë e tij, nuk mund të mos pyeste, ku shkoi mami yt? A do të kthehesh shpejt? Fytyra e vogël e djalit u bë serioze. Zëri i tij u ul, pothuajse i ndrojtur. Ne ishim këtu bashk, shpjegoi ai, duke luajtur me pecetën në duar, por pastaj ajo mori një telefonat. Dëgjoi si diçka e rëndësishme. Më tha se duhej të zgjidhte shpejt dhe se duhet ta prisja këtu. Daniela tundi kokën duke ndjerë një dëmshëri të madhe për djalin. Ai ishte ulur aty vetëm, ndërsa nëna e tij përpiqej të merrej me diçka urgjente.
Ai po përpiqej të ishte i fortë, por ajo mund ta shikte shqetësimin në sytë e tij. Mirë pra, patatet të skuqura do të jenë, i tha ajo duke i buzëqeshur ngrohtësisht. Mos u shqetësoj, e than, unë do të jem këtu derisa të vi mamaja yte. Daniela nuk kishte hezituar asnjë çast. Ajo kishte shkuar menjëherë në kuzhinë, kishte marrë një pjatë me patate të skuqura dhe i kishte sjell bashkë me një sot. Kishte vënë re se duart e djalit i dridheshin paksa ndërsa përpiqej të mbante patatet, kështu që i kishte prerë në copa më të vogla për ta ndihmuar. E kishte vënë pjatën më afër tij, por kur pa se ai ende kishte vështirësi, ndërhyri përsëri pa menduar 2 herë. Ja shpirt, i tha me butësi, duke ulur pranë tij, më lër të të ndihmoj. Edhe ngriti syt me një farë pasigurie, por më pas tundi kokën dhe buzëqeshi i lehtë. Daniela mori një patate dhe ja dha me kujdes. Ja ku e ke, i tha ajo. Si të duket? Shumë e mirë, u përgjigj ai me një buzëqeshje të ndrotur. Faleminderit. Ajo vazhdoi ta ushqente një patate në një kohë, duke u siguruar që ai të ndihej rehat. Në fytyrën e tij shihej qartë ndjenja e lehtësimit. Ai nuk ishte më aq i shqetësuar. Për një moment gjithçka dukej e drejtë. Por ky moment qetësie nuk zgjati shumë. Pikërisht atëherë Xheku, menaxheri, e kishte parë skenën dhe kishte shpërthyer në zemërim. Ai nuk kishte dhënë mundësinë Danieles të shpjegohej. Nuk e kishte pyetur as se pse ajo po e ushqente djalin ose se çfarë po ndodhte. Ai thjesht e kishte parë si një humbje të pastër të parave për lokalin, një klient që nuk kishte porositur asgjë, një kamariere që po shpenzonte ushqimin pa u konsultuar. Në sytë e tij ishte thjesht një shkelje e rregullave të restorantit. Dhe tani Daniela po qëndronte jashtë me duart që i dridheshin, me zemrën që i rrihte fort dhe me sytë që i mbusheshin me lot. Ajo e dinte që nuk kishte bërë asgjë të keqe. Ajo vetëm se kishte ndihmuar një fëmijë që kishte nevojë. Ishte kaq e thjeshtë. Por gjithsesi, ajo sapo kishte humbur punën për këtë. Duke marrë frymë thellë, ajo përpoq të mbante veten. Nuk do të qante. Nuk do të lejonte që kjo t'ia thynte shpirtin. Ajo e dinte që kishte bërë gjën e duhur, edhe nëse askush tjetër nuk e kuptonte. Për një moment, ajo u kthye dhe ndodhi një vështrim brenda lokalit, duke shpresuar të shihte e thanin. Dhe ja ku ishte ai, ende i ulur në të njëjtën tavolinë me një shprehje të trishtuar në fytyrë. Ai kishte parë gjithçka. Ai kishte parë si ajo ishte ndeshkuar për shkak të tij. Daniela buzëqeshi i lehtë dhe ngriti dorën duke i bërë një përshëndetje të vogël për ta qetësuar. Por para se të mund të largohej, një figurë tjetër u shfaq në derën e lokalit. Ishte një grua me flokë të errët dhe fytyrë të shqetësuar. Sytë e saj kërkuan përreth, derisa më në fund u ndalën mbi e thanin. Ajo vrapoi menjëherë drejt tij dhe e përqafoi fort. Faleminderit Zotit që je mirë, tha ajo me zë të dridhur duke mbajtur djalin afër. Më fali dashur, telefoni më humbi dhe nuk mund të therras. Ethan u kap pasaj me një buzëqeshje lehtësimi. Mami, ajo më ndihmoi, tha ai, duke treguar drejt Danieles që ende qëndronte në hyrje. Gruaja ngriti syt dhe pa Danielen për herë të parë. Ajo e kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Ti je ajo që u kujtese për të? E pyeti me mirënjohje në zë. Daniela tundi kokën, duke buzëqeshur lehtë. Thjesht desha të sigurohesha që të ishte mirë derisa të ktheheshit. Gruaja mori frymë thellë dhe pastaj pa përreth. Ajo pa menaxherin e lokalit, që ende qëndronte me duart të kryqëzuara, fytyrë të sertë dhe qëndrimin e tij të ashpër. Pa humbur kohë, ajo u afrua drejt tij. Ju larguat nga puna dikë që tregoi dëmshuri ndaj fëmijës tim, e pyeti ajo me zë të qetë, por me një ton që nuk linte vend për diskutim. Xheku ngriti vetullat si i zan ngushtë. Ajo nuk mund të ndajë ushqim fare, zonjë. Këtu është biznes. Gruaja e shikoi drejt e në sy. Ju sapo e pushuat nga puna për shkak të mirësisë së saj. Xheku nuk tha asgjë. Gruaja nxori nga çanta e saj një kartë vizitë dhe ja dha Danieles. Unë drejtoj një kompani, tha ajo, dhe unë e vlerësoj dikë që kujdeset për të tjerët. Nëse ke nevojë për punë, më telefono. Sytë e Danieles u hapën me habi. Ajo mori kartën dhe lexoi emrin e gruas. Ishte drejtore një kompanie të madhe në qytet. Një buzëqeshje u përhap në fytyrën e saj. Ishte pushuar nga puna për shkak të mirësisë së saj, por ndoshta, pikërisht kjo mirësi do ta çonte drejt një mundësie të re. Dhe ndërsa largoi nga lokali, atë ditë ajo e dinte një gjë me siguri. Mirësia gjithmonë kthehet.